Jemi bashkë sërish, ndërsa do të flasim tani tek diskutimet që lidhen edhe me zhvillimin kryesor në Europë, por edhe në botë, çështja e sigurisë, marrëveshja që është tentuar në fakt disa herë për një paqe të mundshme mes Ukrainës edhe Rusisë. Gjë për cilën do të diskutojmë në studio, kam kënaqësinë të kem ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Faik Basha. Përshëndetje kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi. Në çfarë fazë jemi në raport me këtë tentativë që së bashku kemi diskutuar shumë, ka qenë edhe prioritet në fokus të mediave ndërkombëtare, por jo vetëm. Duket sikur her pas here sa afrohen diçka për të arritur marrëveshje, fillon sërish distancimi. Po, për ta rikujtuar edhe për qytetarët, e kemi lënë mbylljen e bisedës ku kemi thënë që Putini nuk negocion në tryezë, por vetëm me anë të presionit. Dhe kjo është me anë të presionit ushtarak, është vetja mundësi për të ulur në tryezë Vladimir Putin. Megjithatë, situata ka ndryshuar nga muaj në muaj, nga java në javë dhe nga dita në ditë. Shpresat për të pasur një marrëveshje mes Ukrainës dhe Rusisë për mendimin tim janë shumë të vakta, nuk kemi pika kontakti të cilat do bënin të mundur diskutimet në rrafshin politiko-ushtarak ku të ndaheshin disa gjëra në mënyrë të drejtë dhe duke i treguar dhe kufirin në kuptimin edhe figurativ, po dhe në kuptimin e vërtet parë fjalës që deri ku duhet lejuar të shtrihet edhe çfarë duhet lejuar Rusisë të bëjë në kufit e Europës. Çështja e Ukrainës nuk besoj se është çështje e një shteti i cili ka një konflikt me një vend tjetër, por është çështje e shtetet të Europës me një shtet i cili është kthyer në një rrezik potencial për ekzistencën e jetës, normalitetit dhe sigurisë europiane. Prandaj dhe shtetet europiane janë të fokusuara kaq shumë, janë të angazhuar kaq fort dhe po mendojnë që rreziku që vjen nga Rusia është kaq real sa në ditët në vazhdim, apo në javën në vazhdim, apo në muajt në vazhdim, mund të kemi edhe një përshkallëzim të luftës dhe përfshirje në vendeve të tjera që ndoshta janë kufi edhe territorial me Rusinë. Mirë po, nëse do shkojmë deri në këtë pikë, atëherë kemi pashmangshmërisht një përplasje të drejt për drejt të NATO-s me Rusinë. Nuk janë të fshehura ambicjet e presidentit të Rusisë për të krijuar një destabilizim të më gjerë se sa Ukraina. Unë mendoj dhe besoj që Ballkani është pika tjetër e nxehtë e cila rrezikon jashtëzakonisht shumë për t'ju bashkuar këtij lloji mënyre se si po bëhet konflikti në Ukrainë dhe se si po mahet i ndezur konflikti atje. Sepse ne duhet të marrim në shqyrtim të gjitha deklaratat që vijnë nga partnerët, por sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë informacione të forta që lidhen me lëvizjet, veprimet dhe me përgatitjet e Rusisë në mënyrë që të zgjerojë konfliktin. Paralajmërimi i Ministrisë së Luftës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës e tha që Ballkani është një nga vatrat më të nxehta dhe jo më shumë se 5 apo 6 ditë më parë. E tha që Ballkani është një nga vatrat më të nxehta i cili nga momenti në moment mund të shpërthejë një konflikt i armatosur mes shtetet. Presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Trump ka thënë disa herë që ka parandaluar një luftë të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë dhe ky është një fakt real dhe kemi të bëjmë me të dhëna konkrete që mund të kemi një përshkallëzim të konfliktit në veri të Kosovës dhe një agresion nga ana e Serbisë. Kemi një shtet i cili ka marrë masa të forta për të fuqizuar kapacitetet e saj luftarake, sulmuese, nuk kemi të bëjmë me kapacitete mbrojtëse, ka porositur dron, ka porositur avion. Pra është e qartë linja që po ndiqet. Pra është krejtësisht e qartë që Serbia është një satelit i cili vepron dhe sillet sipas interesave gjeopolitike të Rusisë. Pak ditë më parë, në mos gaboj, ndoshta gabimisht, ndoshta me qëllim se në politik nuk ka asgjë nuk ka gabime. Nuk ka gabime. Në nivelet e larta drejtuese nuk ka gabime. Besoj e kuptova për shkak referohem batutës që bëri me Ursula von der Leyen që sapo mora një mesazh nga Moska, gjë me të cilën me diplomaci të lartë von der Leyen e anashkaloi.
Ndoshta këto janë edhe mesazhe që përcjellen në kuadre të marrëdhënieve që mes vendet. Jo, ishte mesazh tepër i qartë. Unë mendoj që kam thënë këtu dhe i mendoj, me vërtet mendoj që politika europiane dhe ajo amerikane kanë toleruar jashtëzakonisht shumë Serbinë. Kanë toleruar jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo i ka dhënë mundësi dhe hapësirë që ajo të luajë me dy porta, të fuqizojë marrëdhëniet e saj me Rusinë, të fuqizojë kapacitetet e saj të luftës duke bashkëpunuar me Kinën dhe me Rusinë dhe me vende të tjera, po doni edhe me Francën dhe me Izraelin, të bëjë shpenzime shumë herë më shumë se sa që kanë bërë gjithë vendet e Ballkanit perëndimor dhe të kthehet në një rrezik potencial. Nuk mund të merret me shaka apo jo me seriozitet deklarata e një presidenti të një vendi i cili shihet si kërcënim në aspektin e sigurisë rajonale dhe europiane. Kur ai deklaron në mes të Europës që unë sapo mora një mesazh nga Kremlini, është për mua një rrezik i fortë dhe një tregues force që ka tentuar ta demonstrojë në mes të Europës. Unë nuk mendoj që Serbia është në kapacitetet për të përballuar një luftë me vendet e Europës, por nëse do të arrijë të fillojë një kërcitje mes vendeve siç është Bosnia-Hercegovina dhe Kosova, atëherë situata do të ndërlikohet jashtëzakonisht shumë, përdorimi i forcës do jetë krejtësisht i pashmangshëm dhe situata pastaj gjeopolitikës ndërkombëtare do jetë tepër e vështirë, ku përfshirja nuk do jetë më vetëm ballkanike, nuk do jetë më vetëm europiane, por do kalojmë në një situatë globale. Historia ka treguar se Ballkani ka qenë dominant në shkreptinat apo në fillimin e konflikteve globale. Kështu që edhe këtë herë shifet si një mundësi që të dali dhe të kemi një përshkallëzim të situatës pikërisht në Ballkani. Prandaj duhet të ruajtur jashtëzakonisht shumë pjesa e menaxhimit të këtyre konflikteve. Duhet mos toleruar që në fillim sjellja e Serbisë në Ballkan. Patjetër që unë them dhe mendoj që përkrahja me pajisje ushtarake siç janë dhe avionët Rafael që i ka bler nga Rusia, ka një lloj garancie sepse në një konflikt të mundshëm mund të nxirren jashtëloje për shkak të teknologjisë që përdorin dhe kombinimit që kanë me nivelin e drejtimit, me komandim drejtimi që është nga NATO. Por gjithsesi Serbia mbetet një rrezik në Ballkan dhe nuk duhet të themi që është e kontrollueshme aktualisht. Çfarë ndodh nëse një tentativë e tillë e Kremlinit, e Putinit, shkon në praktik dhe nuk mbetet në teori? Sa e përgatitur është Europa dhe rrjedhimisht, pavarësisht se ne jemi në NATO, çfarë kapacitetesh mbrojtëse ka dhe Shqipëria? Shiko, të qenurit në NATO nuk do të thotë që je detyrimisht i fuqishëm në kapacitetet mbrojtëse. Të qenurit në NATO do të thotë që ti ke aleat, ti nuk je vetëm, ti ke mundësi mbrojtje, por gjithsesi mbrojtje kolektive, që do të thotë që secili shtet sipas mundësisë dhe kapacitetet që ka, duhet punoj fort për mbrojtjen e saj territoriale. Në këtë lloj forme bëhet dhe një mbrojtje kolektive. Kemi në lëvizje vitet e fundit në drejtim të mbrojtjes, ka mjaft ndryshime, ka mjaft projekte, të cilat një pjesë e tyre janë vënë në zbatim. Kemi projekt mjaft ambicioz në ndërtimin e disa uzinave të prodhimit të dronëve, të municioneve, të armatimeve të lehta, të cilat do t'i vinë në ndihmë mbrojtjes së vendit. Kemi një plan të përbashkët që ka lidhje me qarkullimin e armatimeve, që ka lidhje me politikat e përbashkëta të mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, sigurisht dhe në bashkëpunim të informacionit dhe shkollave ushtarake, dhe kjo është një gjë mjaft e mirë. Por ajo që duhet parë me seriozitet dhe duhet patjetër të analizohet në çdo gërm të saj është dhe deklarata e sekretarit të mbrojtjes së NATO, që për hir të së vërtetës ka qenë shumë e fortë. Që ka qenë një nga më të fortat.
Deklarata e tij që tregon që historia mund përsëritet dhe vuajtjet të cilët gjyshi dhe stërgjyshit tani i kanë vuajtur, nuk është dita, nëse nuk marrim masa dita për të përsëritur kjo nuk është e largët, do të thotë që rreziku është serioz, rreziku është aty dhe ne kur them ne Europa duhet patjetër të lëvizi. Pse them Europa dhe ndoshta jo pa dashje e lë Shtetet e Bashkuara jashtë kësaj fjale, sepse rreziku është në Europë. Shtetet e Bashkuara janë një partner mjaft i fortë, mjaft një garanci mjaft e madhe për Europën, por Europa nuk është e paaftë, Europa nuk është e dobët nga ana ekonomike. Europa ka një problem që për një kohë shumë gjatë i ka dorëzuar çelësat e sigurisë ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë punë të jashtëzakonshme, por edhe ata do duhet të shikojnë shtëpinë e tyre, pasi mjaft probleme kanë edhe të brendshme, edhe në pjesën për qark tyre, ndoshta edhe më gjerë globalisht, kështu që Europa duhet zgjohet, Europa duhet marrë frenat në dorë. Ka nisur të ketë reagimin e parë praktik? Ka nisur të marrë një formë, por jo ashtu siç unë mendoj. Ndoshta ato janë ekspertë më të mirë dhe mund të analizojnë dhe mund të veprojnë sipas mënyrës së tyre, por nuk e shoh tepër efikase mënyrën se si po funksionon organizimi për të bërë ballë një agresioni. Gjermania ka bërë hapa shumë fort, Franca gjithashtu, Anglia po bën përpjekje, Italia nuk është zgjuar akoma, mund të themi, Polonia ka bërë ndryshime të forta dhe me mjaft vende të tjera si Danimarka, Finlanda, Suedia dhe vende të tjera kanë filluar të zgjohen duke rritur kapacitetet e mbrojtjes, duke parë dhe duke kthyer shërbimin ushtarak të detyrueshëm. Kjo do të bëjë të mundur përgatitjen e qytetarëve për një sulm të mundshëm që do të jenë të përgatitur vetë, do të jenë të gatshëm për të dhënë ndihmën për civilët dhe do jenë një aset i gatshëm edhe ushtarakisht, po dhe psikologjikisht për të përballuar një sulm në të ardhmen, një sulm ushtarak. Kështu që në të njëjtat gjurmë duhet patjetër që dhe ne të ecim. Besoj që pjesa e dronëve, unë e kam thënë që lufta tashmë nuk do jetë më me fishek luftarak, por janë dronët të cilët do përdoren. Pra, aq sa fishek janë përdorur në luftën e dytë botërore, janë shkrepur, aq dronë do të jenë në gatishmëri për të luftuar në luftën e ardhshme që mund të jetë edhe dita jo e largët. Kështu që zhvillimi i këtyre teknologjive duhet marrë parasysh dhe diçka që të gjitha zhvillimet ushtarake janë të përkohshme dhe me një afat të shkurtër skadence për shkak të teknologjisë në avancim. Pra, nuk do të thotë që ne të sulimi të dronët, me që dronët që kanë, por gradualisht duhet patjetër që t'i shikojmë dhe këtë. Po të shikosh procesin e mbrojtjes, për shembull, procesi i mbrojtjes kundërajrore, ka filluar nga raketat të thjeshta, filloi pastaj me sisteme të sofistikuara kundërajrore dhe tani kemi arritur me sistem mbrojtje me lazer. Pra, ndryshime të shpejta. Pra, edhe në sistemet e mbrojtjes, ne nuk mund të themi që të hedhim $1 miliard me njëherë për një sistem mbrojtje, sepse për ne është një kosto jashtëzakonshme të hedhësh aq shumë para për mbrojtjen ku ti e di që për 10 vite, maksimumi për 10 vite, ky sistem mbrojtje do dalë jashtë loje për shkak të zhvillimeve të teknologjisë, por nuk mund ta lësh vendin pa mbrojtje. Pra, duhet patjetër që të bësh një kombinim të lehtë mbrojtje ku pika strategjike të jenë totalisht të mbrojtshme për asetin që është në përdorim aktualisht. Pra, ti studion vendin agresor, për shembull, kush është vendi agresor? Për ne është Serbia, për Ballkanin, jo për Shqipërinë si Shqipëri, por për Ballkanin është Serbia. Atëherë ti analizon kapacitetet luftarake dhe përgatit një mbrojtje për ato kapacitete që disponon ai vend. Vendi me mbrojtjen më të fortë në botë ose që është më i përgatitur në formë ushtarake, këtë do të specifikoje? Izraeli. Në glob, sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato të cilat po flas për vende të cilat janë satelita, po pjesë duke marrë të mirëqenë që Amerika do fokusohet në një pjesë të mirë të çështjeve të brendshme. Izraeli, Japonia
është po ashtu një nga vendet të cilat ka investuar jashtëzakonisht shumë. Kjo për shkak se të dyja këto vende janë në pikat e nxehta dhe në rrezik të vazhdueshëm nga një konflikt i mundshëm. Dhe kjo i ka bërë atë që të investojnë jashtëzakonisht shumë tek mbrojtja. Po çfarë ka ndodhur? Të dyja këto vende janë nga vendet më të pasura. Pse? Zhvillimi i teknologjisë mbrojtjes është modernizuar dhe është futur në shërbim të proceseve të tjera të jetës ekonomike. Dhe kështu, paralelisht me mbrojtjen, ato kanë ecur. Por kjo i ka bërë dhe më të fortë, i ka bërë dhe më të aftë. Dhe biznesi është i fokusuar te ekonomia, por është i fokusuar ke mbrojtja. Ushtria është i fokusuar tek zhvillimi, por është i fokusuar edhe te mbrojtja. Janë vendet më të pasura, por janë edhe vendet më të mbrojtura. Falenderoj shumë, Kënesë. Merci.